Ditë që në gusht ne bëjmë festën e Mokrës, edhe kjo jo pa qëllim, sepse kjo krain e meriton të të për shkak të vetë njerëzve të mirë të mrekullueshëm që ka, po edhe historisë që ajo përshmon. Siç e shikoni, mokrarët e festojnë këtë ditë, po nuk janë vetëm mokrarët, po kemi nga gjithë zona, edhe nga Gora, edhe nga Opari, që duan të jenë pjesë e festës së tyre. Unë zakonisht në Mokrë e kam vetë në konsiderat sepse kam dëshirë që edhe Mokrat të zhvillohet ashtu si zonat e tjera. Në zonën e Proptishtit kemi bërë disa investime të rëndësishme, priten të bëhen dhe 2-3 investime, që siç është rruga e Slatinës, edhe rruga e Bëririt, është nderuar dhe lidhja rruga e Letovës, e cila fillon pas pak ditësh që lidh 2 rrotokale, ndërkohë që edhe për Mokrën e sipërme, pavarësisht se kemi mbaruar atë me rrugë të bardha, ne do vazhdojmë të bëjmë përpjekjet për të hedhur një shtresë me asfalt, dhe besoj që kjo festë përçon gjitha vlerat historike, patriotike, po edhe të bukura që ka kraina e Mokrës. Ju uroj të gjithëve gëzuar